Falenderimet më të sinqerta dhe absolute i takon Allahut të madhëruar, i cili na i ka bërë të dashur imanin, islamin, Kur'anin, na ka zbukuru në zemra dhe në shpirtat tanë. Qojmë selame, salavate mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe përcjellin këtë fe të Allahut deri në ditën e fundit. Të nderuar, ju të pranishëm në këtë xhami, ne vazhdojmë me ligjëratat e tona javore, çdo të premte, me të vetmin qëllim që sa do pak të njoftohemi për së afërti me ajetet kuranore dhe hadithet profetike. Sante me lejnë Allahu Gjeleshanu, të e prezentojmë një hadith të pejgamberit Allahut, e më pastaj disa sqarime rreth këtij hadithi. Madje ligjërata dhe trajtimi i haditheve profetike konsiderohet një ndër ligjëratat, mësimet, mesazhet më të mira që i promovon feja Allahut. Nuk ka sen më i mirë apo diçka më bukur dhe më qartë që ka shpjeguar sikurse pejgamberi Allahut. E sidomos përfitimet nga hadithet e bën ala më të pasur atë mësim dhe atë ders dhe atë ndetur që ka i bëjmë bashkarisht. E filloj në emrin të Allahut hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që e transmeton Imam Muslimi nga sahabiu i njohur Ebu Hurajra. Allahu qoftë i kënaqur me këtë burr i cili thot se ka thënë i dërguari Allahut: Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Me një tjetër transmetim tjetër, e një shtojtë wa ila a'malikum, që do të thot kuptimi i hadithit: Allah i madhëruar nuk shikon fare në trupat e juaj, e as në fizionomin dhe profilet e juaj, po thua vallë, ku shikon Zoti? Allah shikon në zemrat e juaj. Transmetim tjetër, si shtojtë, edhe në veprat dhe punët e juaj. Hadith është i vogël, mi po për mbledhet madhe, për plot mësime dhe mesazhe. Jo rastësisht edhe pejgamberi Allahut i është dhënë disa veçori specifika që nuk janë dhënë asnjë pejgamberit. Një ndër to ka folë fjalë universale. Shkurt, mi po me koncept gjon, me përmbajtje të mëdha, me kuptim të madh. Tema ka qëllim për fokusimi i zemrës. Promotori i veprave, shtyrja që e nxit dhe motivon njeriu, qoftë punë e vogël apo e madhe, është zemra. Para se me komentu dhe mi dhonë sqarim hadithit, një jetë përshkrim transmetuesit të sahabit. Kush është ky sahabi shok i pejgamberit? Ebu Hurajra. Ky është Abdurrahman as-Sakhar ad-Dawsi. Është emri i vërtet i Ebu Hurajrës. Ky është emri i vërtet. Ebu Hurajra është llagat, kunje. Mirë pa ju një me epitetin e Ebu Hurajra, nga si kujdeset për kotelin apo macat e vegjla çka i kishte. Ai ka pranu islamin në vitin e 7 i Hijritit. Ka fundi islamit. Po thuaj se to duke u përmbyll misioni i Resulullahit, e cila ka ndruajtur në vitin 11 Hijri, vitin e 7 ka pranuar fen, ka fundi ky. Pikërisht vitin që u ashliru Khajberi. Khajberi është në qytet para arës Medine. Ati kanë banu dhe kanë qëndru qifotët jehudët. I dërguar e Allahut, pasi mur për masat mëdhaja, feja Allahut edhe ka pushtu shumë vende i dërguar Allahut, ndërta dhe Khajberi. Në këtë vend kur ka pushtu Khajberi, pikërisht në ato momente e ka pranu fejnë që ky burr, shok i pejgamberit Ebu Hurajra, ka qenë i varfër dhe pa familje. Për 4 vjet rresht nuk është ndarë asnjëherë nga Resulullahi alayhi salatu wasalam, duke qenë kështu transmetuesi më i madh i haditheve. Se 7 vit e ka pranuar Islamin. Deri në 11 Hijri ka qenë gjalli i dërguar Allahut. Më pastaj ka vdekur pejgamberi. Çdo 4 vjet.
Se ka huq, çdo takim me pejgamberin, çdo udhim me pejgamberin, çdo lutje me pejgamberin, çdo ndetër me pejgamberin, madje edhe çdo fletje dhe bujtëm ka net me pejgamberin, andaj njihet transmetuesi më i madh i haditheve. Numri i haditheve që ka transmetuar ky burr është 5374. E zë vend e parë. Ky është më i madh i pesave që transmeton që ka një fjalë të pejgamberit dhe u ka përcjell të tjerëve. Ebu Hurajra është transmetuesi më i madh i haditheve. Në saj edhe të mrekullisë profetike që nuk kupton kë edhe pse ka qenë zot mirë, po dhe mugjizja e pejgamberit e ka bë atë privilegj që me pas me përcjell shumë hadithe të pejgamberit Allahut. Vetë ai tregon se njerëzit thonë Ebu Hurajra është transmetuesi më i madh i haditheve. As emigruesit muhaxhirët e as vendasit ensarët nuk kanë transmetuar aq hadithe sa Ebu Hurajra. Në të vërtet, vëllezërit e mi emigrues kanë qenë shumë të prekupuar me punët e tregtisë. E vëllezërit e mi vendas Medinës kanë qenë shumë të prekupuar me çështjen e riskut. Ndërsa unë isha njëri varfër nga Ehli Sufa. Çfarë thonë Ehli Sufa? Në xhaminë e pejgamberit, në pjesët e xhamisë anësh, që i thojmë na si çardak, kanë jetuar dhe kanë banuar disa shokë të pejgamberit që s'kan pas familje, s'kan pas gra, as fëmijë, as shtëpi. S'janë martu, kanë me beqar të njëtën. Ndërta dhe kë ka qenë, qëtë Ehli Sufa. Mirë po, kë ka qenë shumë i pasur me dituri. Po, kë shoqërohet me profetin Allahut, thot, jam shoqëruar shumë me pejgamberin. Isha prezent me ta kur mungonin ata dhe arria ti perceptoj shumë gjona që ata i kanë haru. Një ditë pejgamberi Allahut ka thonë, kush për ju do të ka meshtri robën atë petkun për para muqe ti mëson fjallët e mija. Thot, unë kam qenë shumë kërështar me dita dithe, unë e shtrova, unë goleta në zemër edhe më asni sen shkaj ka mojtë me në të pengamet që ka marru. Që kjo sahabi, po, asë një adith ma nuk e ka marru për pengamet Allah. Ma di kjo thot, kur ka ndruje pengamet Allah, mas disa viteve, kjo ka shku, i ka po shok të vetë, të punu mas tokës arës, mas blektorijës, mas biznisit. Edhe kuj ka thonë, a nuk përshkoni të gjamije pengamet, po shpërndat mirasi, trashigmija pengamerit, këto sahabët tjerë, i kanë lënë shatat, i kanë lënë punën, i kanë lënë këtë gjanët, edhe janë drejtu të gjamije pengamet, pas i kanë ndruje. Shko të gjamije pengamet, shka me thonë gjamije pengamet, s'po shë kur farë mirasi, trashigmi, shka me thonë gjamije pengamet, qatë jemi në qosh ishe një grup, një ndetur, një halë, së ishe në fikë. Që atje një grupë mësëshin hadithën e pejgamberit, që atje ishte një grupë mësëshin akidën, një grupë mësëshke historinë e pejgamberit Allah. Edhe këto u këthin tha, ja Ebu Hurajre, pse në mashtrove, të janë thave se në xhaminë e Rasulullahit shpërndat mirathi trashigmia, të s'po ka kur farë pare që me shpërndat. I tha, mjerë për juve mjerë, pejgamberi Allah nuk ka lën paras dinaras dirhem, pejgamberit Allah lën pasuri, dituri. Kush e ka marrë diturien, e ka marrë hisën dhe nafakën më të madhe. Që me thonë, pejgamberi nuk ka lënë pare, ka lënë këto me gjlisën. E ju që një të arë, ju një të arë me marrë mirafën e pejgamberit. Mahen men. Mbretërit lëjnë pare, lëjnë pushtet, ata lëjnë pasuri, madhë, magazine, duqane. Dërsa pejgamberit Allahit lëjnë ajete, hadithe, fjallturët, mesazhe, dese, ligjërata. Me këta ndërtohet edhe zhvillohet edhe hec për para progresi i jetës. Përndryshe, në të kundërtën, asnjëherë nuk mund të ndodhë e kundërta. Në periudhën e khilafetit Omerit, Ebu Hurajra ka qenë guvernatori i Bahreinit. Për më vonë Hazreti Omeri e ka shkakuar nga ky post. Pastaj Omeri, halifa përsëri, donte me emërtu guvernator, por Ebu Hurajra refuzoi duke thënë, unë kam frikë nga disa gjana, nuk du me pas post. Këshire sahabët se kam pas në nakë postët. Minister, kryeminister, shef, drejtor, sikur që na lakmojme, syt na jesin. Ti t'jesin syt, sot loq do të luk me marë pare. Ditën e kiametit për keq ata që ke qenë për gjec, ka më të vetë Allah. Filan, a e ka një knasht, në kone ti që ky ka qenë kryetar, atë ka dhonë rogën, atë i ka dhonë kushtet, si kanë qenë rrethanat, për krejt ka më pyet. Edhe ka thonë, unë nuk e pranë, pse? Po kam frikë nga disa gjana. Kam frikë se flas pa dituri. Kam frikë mos gjykoj pa drejtësisht. Hip post, jam anën zullumçarit, hajdutit. Se man fukarajës ati qetërit.
A duke dit i bindur thellë se e drejta është në favor të këtina të kundra këtit janë. Nuk dua që të më godas dikush në shpinë apo të më ofendoj ndërin tim. Nuk dua që pasuria ime të sekuestrohet. Këshire çfarë njeri ka qenë, lapamës. Ebu Hurajra është një adhurus mjaft i mirë. Ka qenë edhe i badëgji i madh. Thuhet çdo ditë ai ka bë 12.000 herë tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. 12.000 herë ka bë. La ilaha illallah, na 12 herë shalmi, 12 herë ofendojmi, 12 herë akuzojmi, 12 herë shpikmi, 12 herë folmi fjalë boshe, fjalë banale, të pahishme, 12.000 herë që thuhet njëri çaq me frymën në ditës, kë e ka dhuru Allahu. Agenda full. Agendën full e ka pas. Sikur se njëri nga dietarët të serit ka thonë, mi paston njënit, o ti. Ato torë me la që vdekës më ta ma shpirtin. Qa kishe ba qëtë moment? A i kishe shtu dozën e veprave të mira? Thot jo. Pse nuk e kishe shtu? Thot unë kret agendën e kam dit për dit, full e kam. S'kam diçka zbrastin. Ja Allah. Agendën full e kaj. Ne më në thonë po, me ditë se dhe gjysarë kënë me ndrujit, prit, këtë më rabdes, sinqerisht, fana, për i zotit, bëdhike, ristik farë, tobe, kërkoj fale, pishman lëk, që këthe hakin nanës, babas, kushijës. Pse? Se i kena lanë, i kena prolongu, i kena lanë kur do në benzina, sikur që kena zakon, i prolongojna. 12 njerë ka po të spin dit. Karakterizojnë me moral të lartë dhe ishte njeri mjaft i thjesht, modest. Në qastat agonisë vdekjes, ka fillu me kaj. Në sahatën e vdekjes, ka fillu me kaj, ka thonë, pse po qanë? Ka thonë, nuk qaj, se jam të praktis këtë botën. Së më ka mit lakmje këse botës. Jo, thot, për kundër razi, qaj për shkak, se kam një udhtim të gatë. Karburanti është i pak, benzina, nuk më qona gjelar. Bagazhi, ka qenë bagazhi, pajisja, karburanti, kam frikë se gjaset e në vogla që mund të më qumë me këtë udhtim, jam mes xhenetit dhe zjarit. Nuk e di se pjesë e kuj do t'jenë. Hisja, ka me pas hisë në xhenet, apo hisë në xhenem. U përgjith këj buri madhë, Ebu Hurajra, Allahu qofti kënaqur me këta. Ai ka vdek në vitin 57 Hijri. Është varrosur në varreset Beqije. Kush ka qenë në Medinë di, minje ko xhamia e pejgamberit, çati është në anën e kundërt, janë varresat, çu në varreset Beqije, është i varros çati vend. Në xhenazën e tij ka marrë pjesë shoku i tij Abdullah ibn Umeri dhe Abu Said al-Khudri. Allahu qofti kënaqur me këtë burr. Kjo është pika e shkurtë, historia e shkurtë e Ebu Hurajrës. Tash kyçemi drejt për drejt të koncepti i legjeratës tonë, hadithit. Allahu nuk shikon në trupa tonë, nuk shikon fizionomien, profilin, po shikoj ka zemrën dhe punë. Pse zemrën? Zemrë është një zyre ku marrin disa vendime. Si o kubëja. Që ti shka mire të, edhe këtu që të mirën. Qëtu shka vendosët, reflekton këtu, këtu edhe ka. Njeriu vepron dhe lëviz në sajt të 5 shqisave, në mënyrë që të ketë jetë sa më normale. Allah i ka dhënë njeriu mjaft begati dhe mirësi. Si mirësia e shqiptimit. Një me të me folë, shokshata që janë me meca, o Zot, na folë, bisedojnë, i qelismi fjallë, i artikulojmi fjallë. Një metë është, një. Shikimit, shikojna, si ne këti aqë, më në kapë dikush për dore, për nevojët të tona mi kry. Jo, 2. Dëgjimi, 4. I kemi duart me të cilët perfekciojmë punët e tona. 5. Kamët me të cilët ecin e shumë mirësi tjera. Nuk ka asnjë dyshim se 5 shqicat funksionojnë vetëm me vullnetin dhe dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Njeriu është përgjegjës për mirë funksionimin e 5 shqisave në formën më të duhur. Pikërisht për këtë përgjegjësi, Allahu na ka tërheqë vëmendjen ku ka thënë Kur'an: "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Mos ju qas për ata që nuk ke dituri. Mos fol profesis ki qasjet e. Mos fol për medicinë me një fush, me një fushat, me të cilën s'ki fare informata. Mos gabon me mërkudzim.
Këtu mos u baj guximshëm që tërkun. Këtu është betejë e rrezikshëm. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Mos ju qas për ata që nuk ke guxim dhe informata. Pse? Inna sama, disën dëgjimi, ol basara dhe shikimi, ol fuad, I ka dhënë theks veçantë dhe zemra. Këto 3 komponente kanë përgjegjësi para Allahut. Këto 3 komponente kanë përgjegjësi para Allahut. Kjo hadith profetik dëshmon se këto mirësi që Allahu ja ka dhënë robët e tij janë shkak që ata ti përgjigjen kërkesave jetike që ndryshojnë her pas here. Këto instrumente trupore e humbin vlerën dhe funksionin e tyre nëse zemra nuk e lun rolin e peshorës. E zemra duhet të vendosë sikurse balanci drejt në mirë funksionimin e tyre, në mënyrë që njeriu të jetë adhurues I përkushtuar ndaj urdhëresave të Allahut. Është interesant, konform hadithit që Allah nuk shikon trupat, fizionomin, bukurinë, profilin, po e shikon zemrën. Edhe në Kur'an mujna me as shumë ajete se Allahu I vlerëson njerëzit dhe jep privilegj në kuadër të zemrës. Ata shka I ki këtu, Allah ta jep. Dhe shumë vejnë. Qëra Allah që ka thënë Kur'an, me shka Allah I ka lefdru sahabët, brez I artë, të nuk përsëritët. Nuk përsëritët. Brez unik. Nuk mund është me gjithë si kërsa ta. 2 ajetet e binë përfundim se Allahu I ka vlerësu se në zemër kanë bardë diçka shumë çmueshëm. E Allah I ka thënë Kur'an: "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala 'alayhim as-sakina 'alayhim wa athabahum fathan qariba." Ky ajet ka zbrit pikërisht për një shkak që ka ndodhur në kohën e historisë së pejgamberit. Shkaku është shumë I shinjur. Se pejgamberi Allahut me sahabët pa të vendos, pasi që shkuan prej Mekës në Medinë, ndetën disa vite, edhe atje kanë zhvilluar aktivitete fetare të bollukshme, edhe pastaj në një periudhë gat vendosën që me shku me bazë zjarë kanë çabën, me bë umrën, vizitë. Shkuan, pasi që shkuan, nuk ja dhanë drejtën me hinë në Mekë. Me fol me gjuhën tonë aktuale, nuk ja dhanë vizat në atë kohë. U këthyn. Tu këthit që të rrugës me një vend duke ndet, I thanë atë shka. Othmani shoki Resulullahit, asë Osmani, I tha pejgamberi, ti ki shumë privilegj tek ato të Mekës, se ka pas namin e madh, familje të madhe dhe fis të madh. Ka thonë, ndosha gjasat janë më të noja, këshira mund është ndaj ingerencë kitë noja, me bë dy qysh në farë bisedimi, negociata, që na të shkojmë ta vizitojmë Qabën, bëjmë I umre. Shkon Hazreti Othmani. Kur shkon Othmani radhiyallahu anhu, shkon atje, duke shku atje, pasi që shkon, të duke ndet, vjen një lajm jo I vërtet, jo I konfirmuar, sidomos tek na si shqiptarët, si komunitet shqiptar, na shumë I marrë me azar të gatshme fjalën dhe muhabetet. Pa I shoshit ollë, pa I konfirmu, është e vërtet ose e vërtet. Edhe kështu në kohën e pejgamberit ndodhi çka rast. Shpavu por hap një fjalë kënë se kanë mit Othmani. Madje Allah zbritë një ajet. Kur herë që lajm, pa I konfirmu pejgamberi Allah I uri tjerë thanë, dëgjoni, në ka ardhur një lajm, kënë se kanë mit Othmani. E nëse kjo është e vërtet, çka thuni ju? Ai për çka ka shku? Ai ka shku për kauzën tonë. Ai shkoi për interesat tona, edhe ka qesi përfaqësues ambasador, me bërë negociata, ai për ne është myt. Edhe na duhet të njëjtin hap me bë. Apo me hap një besë, se kena me shkuat me luftu, sikur se Othmani, krejt që kanë qenë aty, ja kanë dhënë besatimin pejgamberit. Me besë ja Rasulullah, ta hap me besat të në fund, vdekje dhe vdekje. Kjo besatim quhet bej'atur ridwan. Quhet në historinë islame, besatimi I Ridwanit. Ati ka qenë ai vendi, është një dek ka qenë. Ridwani thonë kracijës. Besatimi I rrezëllëkit, I dakordimit mes tyre. A ky e lajm ka qenë vërtet? Që to kanë qenë 1400 sahabe. E Allah I përson 1400 ka zbitajet. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah ishte I kënaqur për në ato besimtarë. Më në men, kur thot Allah jam I kënaqur, në automatizëm do në kupton se Allahu ka mi fut në xhenet.
Se knacia Allahut rezallëki në kupton këto e meritojnë kanë xhenetin Allahut. Allah ishte i kënaqur me muslimanët. Idh yubay'unaka tahta shajara. Momentet dhe çastat dhe rrethonat ku ja dhan besatimin pejgamberit në nin asaj pemës. Pse edhe Allah, pse çej Allah ke i kënaqur? Allah pa marrë këtë hap. Fat Allah e tregon atë ku është ajo poenta. Fa'alima ma fi qulubihim. Allahu vërejti në zemrat e tyre. Allahu e dinte dhe në zemrat e tyre se këto janë të sinqertë. 100% besatimin, nuk kanë hile, nuk kanë dredhine, nuk kanë mashtrime, nuk kanë komplete. Për një me, në basë që ka pas zemrat, Allah e ka dhënë atë vlerësimin. Allahu vërejti në zemrat e tyre se qenë sinqertë. Fenzele sakina alejhim, zbriti bita rahati, qetësi, relax. Wa athabahum fathan qariba, dhe i përgëzoi me një çlirim të shpejtë. Pastaj Allah zbriti se si shkon e vërtet kjo. Ja ju ledhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O ju që keni besuar, kur të vjen një lajm nga njëri i cili nuk është i besueshëm, fasiqin, i shpërfillur, është i njëri i cili ai nuk i kontrollon fjalën. Fatabayyanu, konfirmone, shoshit me mirë, para se më godit dëni të lashe e më pastaj ti bini pishman ata shkandolli. Pra këtë duhet konfirmu. Ku du ta përcjellë këtë mesazh? Se tema është Allah shikon fokusimin e ka zemrat e njerëzve. Edhe me Ibrahimin a.s. Ibrahimin a.s. çka i tha Allahu? A i tha me prej dëllën e vetë? Apo do bëmo miki Allah? Dosti Allah duhet me sakrifiku me flu ma shrejtën. Edhe është regull monument. Kush lën zemër në diçka më tepër se s'ka nevojë, i kalon kufit dhe bët ekstreme, Allahu i madhruar ka një ligj kanun e sprovon. E shumë e deshti gjallin Ibrahimi. Se një periudhë gocë kishë pas gjallë, edhe Ismailin shumë, shtoj zemër. Jakupi shumë e donë të Jusufin, e sprovoj Allah, ja mur për shpijes me vitet të tëra. Nëse shloni ju në kërën, zemër, praptoni, shitet, prishet, pasuri, në vlarë, u qëfar shpije, qëfar palati kanë, me pa qëfar plot që kam shlune në për shkalla, ani kur për një do, o ti e mërë qysh, kërkush, thjesht mërë kalus është o ti, kalus është. Edhe Ibrahimi, pa qëtu zemër, Allah e sprovoj, tha Ibrahim, ata testoj vetën, prej kurban për mu e djallin. Pa Ibrahimi ishte i gatshëm, e dëshmoj dhe ka demonstruat sinceritetin për Allahu Gjereshanu, edhe mur me veti tap, e u nisë për me prejtë. Duke shkuat që ku quen sot gjemaratet, ku edhe ngurëzit, shejtani gjyke me gurit dhe ke, marë ti e budalba, pritet me djala spritet. U këthej ke Ibrahimi me ke gurit dhe gjyke dhe ke, bismillah Allah akbar, bismillah Allah akbar, se ke vetëm për shejtanit është, së mund të më kanë Allah murdoj për një vepër, edhe kërë qoj taj vendi dhe vendosi për me prej, shetë Allah, ndar Ibrahim, sa dak të ruje, andra jote që e pove u vërtetu. Pse? Sa Allah i tha, e poshte se me zemër të e kishe. E Allah që ka thonë për kurbanin, ta Allah nuk arrit as mishi as gjaki. Ata që ki boti një. Edhe që kjo është, edhe Allah nuk i ka vlerësu dhe i ka thonë privilet save në bas të zemrës. Allah u vërrejtë në zemrët e tyre se ishen sinqert, besatim, edhe e merituan këtë vlerë tek Allahu Gjereshanu. Edhe në bas të zemrës, monin men, njeriu Allahu jashton hidajetën dhe udhëzimin. Monin men. Shumica që janë udhëzuar në për xhami edhe diçka që vina për tubime dhe janë përqendrueshëm në fenë Allahut, falin namaz, japin zakat, agjërojnë, janë të sinqertë, janë në rrugën e Allahut, largojnë maksimalisht nga haramat, nga dyshimet atyve, shumica e rasteve është në bas të zemrës. Ata që nuk janë në rrethin e ambientit xhamis, Allahu a di pse i largon, sa Allah di se në zemrat e tyre nuk ka mirësi dhe hajër, nuk ja mundson. Allah ka përmend Kur'an në suratul Anfal. Ka thënë Allah, "Law alima fihim, law alima Allahu fihim khairan lasma'hum." Shumë njerëz ka që sot nuk janë me neve, që të rinë kafe. Që sa këna kafe, që sa afër e këni? Si ka 10 metra, shumë afër. Ka 6 numre madh, besoj që është numri, jo një fish, më shumë se një fish, më shumë se këto. Juve dha mundson Allah mi ndëgju qëllë të Allah, qëllë të pejgamberit, që zbrisin me laqët. Aty ju nuk e mundson, pse thua po? Shka është ajo? Shka i pengona e barikata? Allah thot, po të Allah thot,
po të vërejnë të Allah në zemrat e tyre, tash mos me këto shembull, për kanë qëllimin ato që kanë, nuk kanë rrugën e Allahut xhaleshano. Po të vërejnë të Allah se në zemrat e tyre ka hajër, do t'ja mundson të Allah mi ndëgju fjalët e Allahut. Vetëm se ka vërejt Allah në zemrat e juve ka diçka për të Allah. Ti feston, ti të më shpreh interesi për Allah, Allah ta gjithë sebepin, xhamien, hoxhën, librën, projektet, ta bën tyje. Vetëm do pi tyje këtu, me tregu simpati dhe interesi. Së do qoftë i kthehemi temës. Këto nocione kaq do më thonë se e gjejmë tek fjala e Rasulullah, i cili me pak fjalë ka shpreh shumë mesazhe. Kur Allahu nuk të shikon, kuptohet mos problemi dhe largimi nga Allahu xhaleshano. Më në mend, her pasaj kemi ndëgju ajet ose hadithe, sidomos hadithe janë të njohur kur thot pejgamberi Allah se Allahu nuk i shikon një kategori njerëz, nuk i pastron. Sidomos vjen ky konteksti, koncepti, nuk i shikon. Më në mend, nën kupton, nuk ish problem kur Allahu dhe i largon nga rahmeti vet. Ka shumë grupe. Ndërto bashkë ka thonë Allahu nuk i shikon, nuk i pastron dhe ka përgatitur të ndëmshëm plakun si na çan. Mbretin rancak edhe i varfri me ndjemat. Kur thot nuk i shikon, i largon për rahmetin. Pse thua vallë? Këto vinë nocionet, ndeshkimet dhe dënimet në saj të krimit mas ka e ban. Plakun si na çan. Pse? Plak si na çan. I rivi ndoshta ka arsye, ndoshta ka shkas. Ndoshta ka motiv se jam i ri, kam epsh, kam pasione. Edhe pse kjo nuk ka arsye, mirë po është një arsye pak ma e kapshë për ta. Ti plak. Ka s'ka du epshe konje, edhe aku ma shkon. Mas moshet vjetas, 80-90 vjet, shkon në për vetet të thliqe dhe banë si na, Allah nuk shikon kur tyje. Se ti nuk i shkas, nuk i motiv. 2, breti Renacak, kanë për rejnëti. Ti e mbret, ti e kryetar, ti e drejtar. Ti ki po shtet, pse me rejt? Për ata që s'ki nevoj dhe rejnë, ndërim është rrezikshëm. 3, edhe fukaraj me një marë. Hajt pasunikit i ka ije, me bo qallëm, mu lasdru. Edhe ky jo, po më thojza. Po ti s'ki be shpebe, ti s'ki buk me andrëve, ti speca të shtijeve, ti shkeba në qallëmin. Që s'ki nevoj, andaj dishkive është rrezikshëm. Më në men, që të në kuptojmi, kur të gjeni, hadithet me shpreh dhe nocionin nuk i shikon Allahu, në kupton Allahu nuk i shpërlen kur, edhe i ka largu nga rahmeti i tij. Në Kur'an ka shumë ajete, të cilat flasin në lidhje me konceptin e derisa të shoqëm për zemra që ka peshë në Islam. Ky konsiderohet për shenja të personalitetit të muslimanëve në raport me krijuesin Allahu xhaleshanu. Allah ka përmend shumë Kur'an për zemrën. Që zemra është promotore dhe ajo që e shtyn njeriu me vot qoftë punë mira apo punë të këqija. Thot Allah në Kur'an, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Thot Allah subhanahu wa taala, për vërtet kur i përshkruan Allah besimtar, thot besimtar të sinqert dhe të mirëfillt janë ata të cilët kur t'ju lexohet atyre ajeteve Kur'anit, lexohet fakte dhe dëshmi për Allahun, madhrinë e Allahut, wajilat ju dridhet zemra. Me një dridhë. Kjo është e cila e ban shtyrje dhe e ban shka turbulencë në trupin e njeriu. Zemra kush tjetër? Më në men, zemra dhe asnjë tjetër. Zemra dhe asnjë gjë tjetër. Zemra është peshore e besimtarit dhe vendi i sigurimit për gjithçka. Ajo është termometër i punëve të mira apo i veprave të këqija. Muhamedi alayhi salam e ka përcaktuar mjaft qartë rolin e saj kur ka thënë pejgamberi Allahut se Allahu nuk shikon as fizionomit as trupat. Transmetim tjetër, në trupin e njeriu është një copë mishi organi. Nëse ajo përmirësohet, i gjithë trupi, konstruktura përmirësohet. Nëse ajo është i prishur, i gjithë konstruktimi dhe trupi është i prishur. Valla, nuk është zemra është. Zemra më ka në mirë, ajo në reflekton maksimalisht. Si shpat Ibn Jauzi, Allah më shroft, nëse zemra është e sinqertë dhe ka frikë Allahun xhaleshanu, syni nuk shikon haram. Se nëse do më shikoj haram, thotë zemra ka një kamxhik, jam shon ka syve. Edhe hul kokën. Tutët syni prej kamxhikut. Mirë, po kur nuk ka zemra e fortë, s'ka kamxhik ai. Ai thoni kamxhik ju? Im shon thot. Im shon rreshit. Mos gabon me ndëgju haram. Im shon durrve mos prek haram, mos në shkoj haram, mos prek një çojë në huj haram, apo ka komba të kështu më radh. Kët është mbreti, ndërsa gjymtyrët janë ushtria. Mbreti kur t'jap urdhër, ushtria e zbaton dhe e ndëgjon. Në të kundërtën, se mos folën mbreti edhe tjerë nuk lëvizin.
Tek Allahu xhaleshanu pesh dhe vlerë më të madhe ka zemra në shumë ajete. Një ndër to ka thënë: "Ja ju nas, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum." O ju njerëz, ne kemi krijuar për një mashkull dhe gruaje. Për këtyre janë prodhu produkt fise, popoj dhe kabile. Dijeni mirë se tek Allah ka vlerë dhe pozitë privilegj, atqakum, kush është më i devotshëm? E devotshmëria është, ka thënë me gish pejgamberi këtu është. Tek Allah jo i zivi, as i bardhi, jo arabi, jo Afganistani, jo intelekt, jo bendrege. Ai që bën sejdë, te Allah është më i ngritur se ai cili është me një madh 3 metra e gjys. Kush është më i devotshëm te Allahu? Që kjo paguan, që kjo ka vlerë, që kjo ka çmim, që kjo ka ofertën më të madhe te Allahu xhaleshanu. Allahu nuk i shikon tek fizionomitë e njerëzve, a janë të vogla apo të mëdha, a janë të shëndosh apo të sëmur, a janë të bukur dhe janë të shëmtuar. Të gjithë këto janë të papërfillshme tek Allahu xhaleshanu. Pa Allahu, poshtu Allahu xhaleshanu nuk shikon se cilit fis i përket dhe sa pasuri ka njeriu. E vetmja gjë që lidh mes krijuesit është devotshmëria, friga e Allahut xhaleshanu. Tek Allahu zemra. Po tek e fundit na si dallohemi me sahabët ose me gjenatat e parë? Na nuk dallohen 1400 vjet. Morën me një plan. Ata kanë ushi zemrën, ne ushina barkin. Që? Organi barkit dhe organi zemrës. Një plan është, jo 1400 vjet. Ata kanë ushi zemrën me frikë, me devotshmëri, me shpresë, me mbështetje. Na barkin, a ka me ëndër, ka me pi, çfarë darke, ku po shkojmë sot? Dale ku? Çfarë apetiti kanë pas sot me ëndër? Kjo, ndërsa dini se dy organet më të parë që kanë mu zhduk dhe kanë mu skodua fati dhe kanë mu myk në varë është sa të mpite o barki edhe organi gjenital. Këto me medicinë, këto dyjet minje zhdukët, kalve në varë. Që të sot jaban izmeti dhe shërbimi më të marë. Se enës, leginit më të marë. Kjo është konë procedur. Pra ndaj, ai që frikëzohet më shumë Allahut është më pranë dhe më i nderuar tek Allahu. Pra ndaj njeriu nuk ka pse të krenohet me forcën trupore. E as me pasuri, e as me fëmijë, e as me makina të tjera të ngjashme. Nëse i devotshëm, i përkushtuar dhe i bindesh, atëherë di mirë se kjo është mirësi dhe begati me të cilët Allahu xhaleshanu të ka ngrit. Ajo që e shikon Allahu është vetëm zemra e asgjë tjetër. Zemra është boshi kryesor i punëve të njeriu. Sa njerëz në dukje bëjnë vepra të mira, por për brenda ata kanë shtëpi të rënuar. Njeriu, njëti që del nga zemra është baza e çdo vepër. Thot Ibn Qayyimi, ndodh që dy persona falen me të njëjtën saf. Por distanca mes këtij dhe atij është sikur distanca e qiellit me tokën. Tu ditë falen soi, me një saf, me një orar. Tu ditë bën rukujt të njëjtë, sejdë të njëjtë, as ti nuk masgat, tu ditë rukuan e sejdën këtë. Po dallimi mes këtij dhe këtij është si qielli me tokën, pse? Se ky është 100% me sinqeritet, me një të pastër, me zemër të qeltër për Allah. Open, ky është mbartë në vetë pislëçe dhe dyçira më të këqija. Lloj qëllimi njëjtë që ka ardhur. Andaj te Allahu vlerësohet, paguhet, shkron ajo termometra sa kile ka në bazë të zemrës. Njëri ka drejtuar mendjen dhe zemrën për tek gjërat materiale, ndërsa tjetri mendjen dhe zemrën e ka drejtuar vetëm tek krijuesi i tij. Vepra e njeriu vlerësohet në varësi të zemrës dhe poshtu në varësi të saj njeriu ka për të shpërblyer në ditën e gjykimit. Allah i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Yawma tubla as-saraya." Ditën ku shpaloset, ku gjërmohet fshesinat. Këtë shetim shef sot. Para çfarë propavije ki për dikan, para çfarë komplote, para çfarë dredhine kurthe ban, këtë im shef, kur se di. Çfarë ditë i çel dera, edhe shpaloset. Yawma tubla as-saraya. Allahu na rujt na ditë. A ditë shpaloset. A ditë çelet sikur sa ajo salla çosh. Koridori, çosh më çelë. Edhe se cilit i shpara Allahu, se cilin nga ata i shpaloset para Allahu xhaleshanu. Këtë ditë do shpime me numë. Muslim shohë tash, mi grumullon. E ke pa disa njerëzit i kanë punë të këqej, grumullon, i shtin në tërpik, gjubret, pislëqet, po imlan ama, aja kalbet, aja prishët, era jenë mykët aja. Duhet pastrim, duhet larje, madje duhet larje generale, pastrim mirë. Po,
Njerëzit ka disa njerëz kanë rotarin shpreje. Nga jashtë janë të manitin, klojnë pa tekst, mi po brendësin dhe njetën në zemën e kanë kalk. Pejgamberi Allahut ka përgjute kësi njerëz i ka. Ka thonë, ndodh, thot pejgamberi Allahut. Thot, unë jam njeri, thot. Ndodh që në konflikt që keni mes njëri tjetrit. Dëshironi që unë të jap zgjidhje për juve, thot. Ndoshta ndonjëri për juve është më i shkallë në argumentimin edhe di mi artikulu mi qenis fjallë më mirë, edhe unë jap vendimin në bazë të asaj që ka i ndëgjoj. Thet le ta dije se ky e ka marrë një shkëndit zjarmit xhenemit. Janë dy veta. Ky është në hak. Ky ka po zullim. Mi po këtë që ka zullim, di para kadijës, gjukacit, di mi qenis fjallë, di mi artikuli, di mi andreq, sa që jam u shpejnë e këtine me thonë, ti je në të drejt, ky është pa drejt. Thot po, mundet, vesh le ta dije, se kjo është pojente kaluese kësaj dunjas, te e kalloj me zemër, ky e ka marrë thot një shkëndit zjarmi. Tregor dhe ka. Kush ka jetu me përvojë tjetës, eksperiencë, ka has kësi njerëz i kategoritë të cilët janë oratorë, mirë po, të kalp gabrejna, kalpci. E keni po në për shtëpia që bot myk, ka i thënë ju myk? Si i thënë në për shtëpi që bot aja vllaga, i thënë ju? Njerëzit në zemër ka vllag plot. Sa të ftoftë janë ato. Ka gojat në zetë janë, në zemër janë akëll të ftoftë. Nëse ajo fshihet në zemër, është e mirë. Nëse ajo që ka fshi në zemrën tonë është e mirë, atëherë kjo është myshde për tyje, por nëse jo, në të kundërtën, atëherë dhëmëria jote do të jetë e zymt. Allah i lartësuar ka thënë Kur'an: "Afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur wa hussila ma fi as-sudur." Vori që kesh, që thot? Afala. A nuk e di se kur do të nxirren njerëzit ata që kanë në përfaresa, pastaj ajo që kanë tubu në zemër do t'ju del në shesh para Allahu. Se vori që të rëngon t'yje. Sune man këta, këtë ti me nëzirë. Ti ko ta men është njëri vore në qefinin, duhet mi qëru do e sa për parë se më njështë e Allahu Gjeleshanu. A ki gjelozit i kanë, haser, hakmare, a ki inat, ja po, pastrojbe. Nuk ka zemër ma e paqë, ma e mirë, sa e zemër që e banë Allah tjirve. Nuk manë mëni, nuk marë inat i gjelozit, është i paqë, zemër gjanë, amnestan, falë. E musht, e nga këta, kjo përcet kjo. Po, duke qenë se Allahu Gjeleshanu lartësuar dhe profeti a.s. na urdhron dhe na porocit që ta përmirësojmë zemrat, atër është detyrë dhe obligimi njeriu që ta përmirësojë sa më shpejt zemrën. Nëse njeriu ka dyshime në zemër rreth besimit, imanit, atër le ta largoj dyshimin e tij duke parë krijesat e Allahut Gjeleshanu. Se nëpërmjet meditimit të krijesat edhe çka ka kriju Allahu Gjeleshanu, njeriu vetëm se avancohet te Allahu Gjeleshanu, avancohet moralisht edhe me besim. Përmend Allahu në Kur'an ajetin: "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab." Shikoni njerëz, në krijimin e qiellit dhe tokës, ndryshimin e natës dhe ditës ka argumente dëshmi për ata që kanë mend. Shikoni me japjen e shikin qiellit dhe pikur Allah e ka kriju o Zot. Pikur e ke kriju, pa shtylla, pa dyrek, nuk ka në dynja institut, objekt, shtëpi, faltore, xhami, banes, pa pas dyrek e shtylla. Smart, shirë Allah që e man. E ka zbukru me jytë, kur nuk përplasat aja, kur nuk i del moda, pi kur Allah i ka dhënat në gjërosen atë lartë. Të të Allah i shire, medito pak, mos këshirë të shtu për dynjo, natë, shikoj dhe tokën, që e ka pat rafë, natën dhe ditën që sheba, në zotë, kur nuk ndryshohet, aja ndrimi dhe smena, këtu ka ajete, këtu ka fakte, ka dëshmi, që du da të rëndit zemrën, për ata që kanë me. Ama zemra i percepton këto gjonat, asgë gjë tjetër, vetëm se zemra. Andaj kjo hadith profetik nafton të gjithë të përpiqemi maksimalisht për përmirësimin e zemrave, nga se zemra është promotor i ndjenjave dhe emocioneve. Këto ndjenja dhe emocione duhet të promovojnë vlera njerëzore dhe parimet e larta islame. Zemra shumë është e ndjeshme, andaj dhe goditët nga shumë faktorë dhe sëmundje të jashtë, sikur se hipokrizia, munafiklëki, syfacia, riaja, sikur se hasedi, xhelozia dhe smira, ndikohet, shumë i ndihshëm, influencë, minjer infliktohet për tjerëve. Shumë zemra, çfarë thash i mirë, nëse atakohet me munafikat, minjer bjen prej munafikave, nëse atakohet me syfacit, me ata bjen, nëse atakohet me ata që lakmojnë mas dunjas minjer, duhet me rujt mirë. Ombre, mi bë kala, derisa ta rujsh më shumë se sytë e ballit. Ka jo pak njerëz të cilëve u pëlqen vetja, nga se janë të pashëm,
apo janë të fortë fizikisht. Kjo bukuri trupore apo forcë fizike e bën ata që të jenë më mendje madh, janë më arrogant, madje ata i nënçmojnë dhe i përçmojnë të tjerët. Personat të tilla janë buravec. Nuk arrin ta kuptojnë kurrën e kurrës, domethënien e këtij hadithit. Kurse morën vesh, ata që janë mendje madh kiberli, ata nuk dinë me ni kur për zemrën ato. Se kjo është kundërshtim. Kjo është përplasje dhe goditje për ata njerëz. Andaj ata kur nuk kanë për ta kuptuar se çka do të thonë njeriu të përjashtohet nga kënaqësia dhe mëshira e Allahut. Për shkak të mendjemallësisë të tillë, kjo kategori njerëz klasifikohet në grupin atyre që e shet të njëjtën e tyre për hiç gjë. Allah këta njerëz ka përmend innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi aymanuhum thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wala yukallimuhu Allah wala yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Ata të cilët e shitën marrëveshjen me Allahun xhaleshanu. Çfarë marrëveshje ka pas me Allahun njerëzit? Çfarë ditë kur thosh la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, ki po të kovor marrëveshje me Allahun. I thonë Zot, unë jam rob jot. Unë kam mirë nën ombredhën tonë jam musliman. E ata që kanë shit këtë marrëveshje. Ejmanu, edhe besatimin që kanë dhënë për Allahut. Thamanan qalila, po nisem pak. Po ndaj rrok, po ndaj pak, po ndaj pushtet, po dëni. E pak bosh kjo. Ulaika la khalaqa lahum. Ta njerëz nuk kanë kurfar karakteri. S'ka njerëz lëk. Fil akhirah, në botën tjetër s'kan kurfar privilegje. Wala yukallimuhu Allah. Allah nuk I fol atyre. I bojkoton. Wala yanzuruhum ilayhim. As nuk jep shikimin atyre Allah. Yawm al-qiyamah, ditën e gjykimit. Wala yuzakkihim. Nuk I pastron Allah hiç ata. I let të ndytur. Wala hum adhabun alim. Edhe këta I pret një dënim dhe dëshkim I ashpër. Në një formë krejt të shkurtër të thjeshtë, ky hadith profetik na tërheq vërejtjen. Të ruhemi, të mbrohemi nga sëmundjet që I fiktojnë individin dhe shoqërinë. Nuk ka dyshim se fjalët e Resulullahit do t'i dëgjoj ajo zemër e cila është e lidhur ngushtë me Allahun I lartësuar. Që njeriu të kalojë një jetë të qetë dhe pa probleme, ai duhet të ketë një zemër të qetë dhe jo zemër problematike. Që gjua njeriu të flas fjalë të mira dhe të bukura, duhet të ketë zemër të pastër. Që këmbët e njeriu të ecën gjithmonë në rrugën e mustaqimit të Allahut, ai duhet të pasë zemrën e pastër. Ai njeriu I cili nuk e ul shikimin dhe e haramit, nuk e ka problemin me sytaj, ai ka problemin në zemrën. Zemra ka smund. Si ka problem kjo? Kjo merr izën dhe leje prej zemrës. Ai që nuk e ndalon gjuhën nga përgojimi, nga fjalët e pahishme dhe banale, nuk e ka problem tek gjuha ti, po e ka problem tek zemra e sëmur. Çdo ves I keq e ka burimin te zemra sëmur e njeriu. Andaj pejgamberi Allahut shpesh bante dua për zemrën e pastër, Allahumma inni as'aluka qalban salima. O Zot, kërkoj te ti të më bash rrezik zemër të qeltër. Arabisht selim I thon që është e kulluar e pastër. Sikur sa I mjarta që kullohet. Ashtu zemra më të kulluar o Zot. La ndytësirave, la shirkut, la kufrit, la hasedit, xhelozies, dyftërsisë. Të kulluar, edhe këtë lutje është mirë me po gjithmonë. O Zot, zemër të pastër, zemër të shëndosh, zemër kristal. O Zot, largojmë ndytësirat nga zemra ime. Pra, përfatimet që mund na nxorr nga hadithi. Me këta në fund jam. Çfarë mund na nxjerr nga hadithi? 1. Rëndësia e zemrës së pastër. Zemra e pastër ka shumë vlerë, respekt dhe rëndësi të madhe. 2. Rëndësia e punëve të mira. Se me automatizëm si rrjedhor është edhe punë të mira. 3. Mos egzagjerimi veprave të mira që kryen dikush dhe përçmimi njerëzve që kryejnë vepra të pahishme. Dhe 4. Përçmimi të vërtetës. Rëndësia e zemrës së pastër ka shumë pesh. Ka thonë një dietar Abdullah Mubareke, rubbama amalun saghir yu'adhimu an-niyya. Ndodh që njeriu ka një projekt të vogël, një punë të vogël, mirë po njëti ja ban të madhe. Ai kesh ka kis, dika që të sandvish me kesh. A kesh sadaka buzësh. E vogël, ti në çmum. Për të cilën ka thënë pejgamberi, fala yahqir ahadukum akha. Ashtu I prova mos të nënçmojnë vllajën e vet. Kur ta takon, dhe të kesh e ka thonë. Sa bile thuhet se kesh më është kodi që ka qelë zemrat njerëzve, dëshifron mirë. Janë do qelsa, qelen çdo banesë, çdo shtëpi, çdo vetur. Janë do qelsa. Ata ku I qelin? Për një qelë njerëzve zemrat më ble, kur gjo, vetëm buzëqeshja. Mat egrën e merr. Mat ashpër arrogantin ja blen. Zemra, buzëqeshja. Punë vogël, po ta Allahu
peshon shumë. Hadithi në nëzit që ti kushtojmë rëndësi gjendës së zemrës. Ta pastrojmë ata nga çdo ves i lik dhe të pajisme me virtytet më të larta. Duke qenë se Allah i lartësuar shikon zemrën dhe jo trupin, atëherë është domosdoshme që njeriu her pas here ta kontrollojë dhe ta mbikëqyrë zemrën. Mund të ndodhë që zemra e tij të jetë mbushur me vese të këqija, të cilat Allahu nuk është i kënaqur. Përmirësimi i zemrës është më prioritar se kujdesi ndaj trupit. Po, na ka 3 sa trimi pa qyrë. E këshin me ftyrat, e këshin me syt, qerpik, vetla, musteqet, buzë. Sa në gjithë 10 minuta me shuku zemrën, marrë për një 10 minuta, a gjërëzon be t'i kanë, a ki natit t'i kanë, a ki mënin dhe t'i kuna, smurët, 1 minut, jo 10 minuta me ullë vetën, a trupin, muskujt, bile shkon, o gjotë, i kam shtu dozën, 2 herë njëtë janë kanë bodybuilding 3 herë, lumiti 3 herë, a e këshive t'i berën njerë mujtë dhe zemrën, a në fitness për shkon. Po fitness e ti shumë i se njerëzve, kjo është e dobishëm, po më varët njeriu se në kuadrë shka e shfrytëzon. Trupin më të bukur, i josh i provokon gjinin e kundër, fenat ti ki ndalu me për kësi rast. Për kësi rast nuk lejo ty. Trupin po, për mi ndalë atina që i shbo zullum. Po, ati shko theja kokën atina që i ban zullum. Allah të kokë, për që ta, ushtra. Ki për të shpërbly dhe pagu ishte Allahu Gjereshan. Mi ndonë dim nevojtarit, halëgjijës, ja mi provoku dhe mi josh gjinime kundër. Ibni Mufli është një djetari ma thot, përmisimi zemrës, si e përmisimin e gjithë trupit, prishja e saj, dhe gjënimi saj, e dhe gjëran të gjithë trupin. Ndërsa djetari shuar Ibni Qaimi, Allah i me shafët ka thonë, zemrë e ka 2 emigrime, 2 hijrete. Hijreti i para është e Allahu Gjereshanu, me qëllim të pastër. Dëshuri, frikë, shpresë dhe përkushtim. Emigrimi për tek pejgamberi hijreti i dytë është duke u bind pejgamberit, duke përul dhe nënshtruar ndaj gjykimit të tij. Nëse zemra e njeriu nuk ekziston me këto 2 emigrime hijrete, atëherë le të hi mbi kokë, le të kthehet besimi dhe le të kthehet prapa për ta përfituar nga drita hinore para se të vëllohet zemra. Zgudzon zemra jote me bëj hijret jashtë Allahut dhe pejgamberit. Kjo është një landë, është pak e rrezikshëm. Landë nuk është e lehtë, është pak si e rëndë që mos shpjegoj. Në zemrën e njeriu duhet pas 2 hijreta, hijreti te Allahu dhe hijreti tek pejgamberi i Allahut. 2 rëndësia punëve të mira, kur kjo shikohet në thënien e pejgamberit. Edhe në shumë ajete në Kur'an, ku thotë Allahu në Kur'an, "Qul ya'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu." Thuaj, o më thuaj njerëzve, punoni se Allahu dhe pejgamberi dhe musliman kanë me pa punën tonë. E kjo që të me në zemër. Kama ta Allah, kama ta pa punën, edhe pejgamberit, edhe besimtar. A ki ba për Allah, apo për çka? E ki ba. 3. Mos lavdrimi shumë i veprave të mira që kryen dikush dhe për çmimin njeriu që kanë vepra të pahishme. Ka njerëz që i kushton rëndësi punëve të dukshme. Por Allahu e di mjaft mirë se çfarë fshin ata në zemrat e tyre. Ka njerëz të cilët neglizhojnë në adhurim apo që bëjnë mëkate për Allahu xhaleshan në diçka ato zemra janë edhe të pastërta. Dhe ai mund t'ia fal për çdo rast. Punët që bëjnë njerëzit nuk tregojnë në formë të prerë për kushtim dhe definicionin e tyre. Prandaj si rrjedhore nuk kemi pse të flasim me egzagjerime për dikë që shohim se bën shumë vepra të mira. S'ban. Kur mos shkon në ekstrem, qoftë në lavdrim, qoftë edhe në nënçmim. Në të kundërt nuk kemi pse të nënçmojmë një musliman që bën një vepër të pahishme. Është e vërtetë që duhet ta nënçmojmë sjelljen e pahishëm, por jo personin që vepron. Kjo është një çështje mjaft delikate, prandaj edhe në trajtimin e saj duhet të kemi shumë kujdes, veçanërisht kur dihet se zemrat janë në dorën e Allahut. Dhe e fundit 4, kuptimi të vërtetës. Tash e morëm qartë, na u bë tepër e qartë kjo çështje, ne duhet me përcjell të vërtetën. Duhet me kumtu çdo mesazh çka ju ndëgjoni ju për rastin në çfarë vendi, në çfarë do xhamie, duhet ta përçoni dhe mos me majt në vetje. Në këtë hadith pejgamberi Allahut na tregon një të vërtetë. Është fakt se Allah i lartësuar nuk shikon trupat dhe fizionomitë e njeriu, por shikon zemrat dhe veprat e tij. Është detyrë themelore e çdo davegjis, misionarit, ftuesit, të tregojë të tjerëve të vërtetën në lidhje me çështën e fesë. Madje Allah i lartësuar e ka urdhëruar pejgamberin Allahut në një ajet ku i ka thënë: "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayk min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta ar-risala, wallahu ya'simuka min an-nas." O Muhammed, o i dërguar, kumtoje, përçoje çdo mesazh që ka ngarku tek njerëzit nga Zoti jot. Fa in lam taf'al, nëse nuk e bën një gjë të tillë, fama ballaghta ar-risala, se ke çu amanetin, ki bahile në amanet. Wallahu ya'simuka min an-nas, Allahu të mbron nga njerëzit. Nëse ke frikë se njerëzit
të përsekutojnë, njerëzit, të bëjnë shtype, njerëzit, bëjnë trysni, ta kish parasysh. Jenë në ombrellën e Allahut. Kë ka dhënë motivim pejgamberit, ka dhënë kurajo. Edhe ka përcjell. Gjithashtu edhe ajetin e fundit, ku thot Allah në Kur'an, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. O Muhammed, thot ty ta kena zbrit Kur'anin si për kujtim, tu asqarosh njerëzve për ata që është zbrit tyje, ndoshta njerëzit kanë për të gjykuar. Edhe si fundit, volosje, manin men. Le tjetë kjo si vull nga na ime që du të përcedhe nëse s'kini majt men fare diçka. Mesazhi i fundit. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Thot Allah në Kur'an, këtë ajet Ibrahimi ka ba. Ka thënë Ibrahimi, o Zot, mos më tërpro ditën e Kiametit. Ditën kur të ringjallë njerëzit. Në ditë kur nuk bandovi pasuria dhe madhe, as pozita, as karriera, as pushteti, as fama, as nami, as kur gjo, për posa i cili vjen, me zemër pasër, kristal. Monin men që ta jetin, ta kini natër. Më vendos një parasyve të bali. Në ditë nuk bandovi, hiq, kur gjo, vetëm zemër e pasër. Njeri ju ka gjatë se me bo gabime, lëshimet maja, pas të ka zemër e mirë pasër, kullum. Shumë janë gjasët e shpresat maja që kjo njeri shpëton ditën e Kiametit. Po dhe në dunja kjo, pejgamberi ju ka dhënë miq dhe në dunja, e dini hadithin e fundit, që pejgamberi duke ndet, ka njëri, e shfut në xhami, ka qenë, ka marrë abdes, mika i ka piku me ujë, i ka pas ato nallët këpuc, edhe është unë me një vend dhe ka falë namaz. Thot pejgamberi Allahut, para se marrë që ky person, ka thënë, që ky do të futet një njeri nga banorët e xhenetit. Këtë ka dhënë shikimin. Tani se ka thënë, para se marrë një person, do të futet njëri që banor xhenetit. 3 herë të çka ka. Në transmetim tjetër tregon se kush është ky person. Fut thash Abdullah ibn Salam. Edhe është rasti një orë, ndërsa njëri ka përcjellë, ka shku te shtëpia, u ka shfaq praktikën se ky ka probleme me familjen, edhe ka kërkuar ai konak me ne, e ka marrë 3 ditë te shtëpia, mas 3 ditë i ka thënë diçka, unë fare s'kam pas probleme me familjen, po ja s'kam motivuar dhe më ka shtyr për marrë te se kam dëgjuar pejgamberin 3 herë, rashtazi për ty se ti banor xhenetit. A thua vallë çfarë punë ke bërë që ti s'po mundun me tu edhe me zbulun nga ti se je banor xhenetit? Ka thënë atëre, masi paskar për të çështën thjesht, vallë. Tim kam e munu maksimalisht më më zbulu se kush jam, po une s'pas ta bëtë në vepër edhe në sunim tanë, po të sunë njerëzve që ka dallon e për tjerve. Jo, jam i thjesht, standard si tjerë. Fish një sene kam une. Une kër e bajnë njëtë me shku të shtratë dhe me flejtë. Para se me ra një stik, të zemra drejtona, delet, blok, keq që kam gjëllizu gjanditën në rabaj hallat. Ua fali. Zemrën e gjanatë shumë edhe i futi ketë. Kër e ka një këta ka thanë, hedhe li ma belekta la nutik. Këta shka e pas ke arriti, na nuk mujna s'kina takat me boraj. A kine takat ju mja fal njerëzve që ka bazullon. Jam i bile se për juve këtë ama ka dikan që nuk ja fal. Klishtin me. A i me këte ka fitun. A shran është ma fal njerëzve. Mi pa e ka bo zemë nguri. Shije, nuk këm zënë gjumi. Halat se ja ban gjumit me flet, përdej se nuk ja ban halat njerëzve. Kështë punë e zemën, është katalogi. Promotore, është faktuki, ka gjithë përbashkët, komunikon me zemrën ai, është open me zemrën, nuk o dyftysh me zemrën, qelit me zemrën, ku e zemrën, mekanikin kushtu punë me ata, halal i koft baqët, halal i koft baqëja, halal i koft medja, halal i koft kjo, krejt, me këta, ki do mu përvecu dhe disa gjana shka, Allah një prej imanat, Allah është falës, Allah në boftë më këto njerëz. Allah në avash në abof rës zemër pasër, zemër kristal, u abosh me Allah të gjithë njerëzve. Allah në mundësot me pas veprat mirë dhe punë të hajrit. Lusë Allah në Gjereshanu Gjelle Gjelalu, që Allah mësë në marë shpitin, vetëm i pas zemët e pasër. Me Allah pasaj dhe me njerëzit, të na zbarë dhe këtyret në ditë ku shumë tyrat do të zhjën, në ditë ku nuk bëndu dobi as pasurije, as madhe, as evladit, për pasaj cili vjen me iman të pasër. Allah i ndëroft, Allah i shpërbleft, lutja jo në fundë. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.